marrë pjesë në ato brigada. Dhe ka luftuar me sukses. Dhe ka luftuar në përballje jo të barabartë. As në aspektin e armatimit, as në aspektin e numrave. Pra, edhe me gjitha Kjo sa i takon historisë, politikë themi aktualitetit, zoti Salijek. Se zonja Osmani. Jo, veçis në kohën kërë bo betejë Logjës nuk ka pas brigada, ki qartë në strukturë, jo absolutisht ka pas brigada. 3 brigada kanë qenë, një 3-1, një 3-3 dhe një 3-4. Brigadet janë kriju më vërë. Lutëm, Po të thamë edhe me do, s'ka pas brigada. Unë jam të shkru një libër për këto. Po s'ka pas brigada, për këto me qka dush hymë edhe në bas. Nuk ka pas brigada kërë bo betejë Logjës. Po s'ka pas brigada, në vishë për ta përgërnjeshtaj argumentin tënë. Jo, se ti s'po i di që është. Po s'ka pas brigada, s'ka në egzistu brigada. Absolutisht s'ka pas brigada, që edhe zoti Berisha të folë kujnë kriju brigada. Flas me datë kujnë kriju brigada. Po nuk është tema aty, për dalim të veteran të flasemi. Tema sishte po ti hyne, edhe unë po du të spjegoj gjërat. Pra ndaj, ka pas 3 brigada, një 3-1, një 3-3 dhe një 3-4. 3 brigada kanë qenë. Në betejën e Logjës ka marrë pjesë brigada një 3-4, s'ka pas brigada. Me Tahir Zeman komandant. Edhe është fitua e betejë. Nëse mbaje ti qëndrimin tanë, s'ka problem. E tash, dalim të presidenti ose presidentja. Në fjallën time, askon nuk thash që është e vetmja, edhe zban as një tjetër. Ne folëm unë fola si figur që mendoj që i ka sjell më shumë të mira Kosovës se sa president që kanë qenë para saj. Dhe e preferoj edhe sot, edhe mendoj që ajo mund të sjell të mira Kosovës përsëri. Edhe në aspektin e jashtëm, edhe në atë të mbrëmshëm, por veçanërisht në atë të jashtëm. Sepse në mënyrë dinjitoze ka përfaqësuar Kosovën. Është mendimi im, është qëndrimi im.